45 deri 55 vjeç. Ne kemi shprehje në mjeksi që thoshim shpesh edhe kur ishim në spital, burrat, sidomos burrat, se burrat kapen më shpejt se sa gratë nga kjo ateroskleroza, sepse gratë kanë një mbrojtje nga estrogenet deri në menopauzë. Dhe pastaj barazohen, domethënë për të sëmurë nga ateroskleroza edhe nga smundjet e zemrës edhe ishemia cerebrale, ata smuren në një periudhë që barazohen kur mbarojnë ato menstruacionet e grave, siç i themi ne. Dhe me ardhjen e kësaj moshe, atëherë fillojnë shfaqje. Ka raste që shfaqen edhe në moshë më të hershme, për shembull ata që kanë një trashëgimi familjare, që kanë probleme që trashëgohen, se ka familje që janë kështu me disa njerëz brenda fisit që kanë të simptomat e aterosklerozës për shkak të trashëgimisë që kanë, ata trashëgojnë një gen i cili nxit prodhimin e shtuar në moshë të re të kolesterolit, që ne e quajmë hiperlipidemia familjare, domethënë shtimi i kolesterolit ose prodhimi i kolesterolit në mënyrë jo proporcionale me nevojat e organizmit, edhe ato shtohen në mënyrë jo proporcionale në moshë jo si gjithë të tjerët, por në moshë shumë të re dhe ndodhin pastaj smundjet e papritura. Po ateroskleroza